Këto janë shenjat e horoskopit më me fat, të cilat do ta mbushin thesin plot dhe do ta vendosin atje ku duhet. Dashi. Këtë javë, Dashi do ta kuptoj se jo çdo njeri meriton energjinë e tij. Do të filloj të largoj njerëzit që i sjellin stres, xhelozi apo drama. Thesi plehrave për Dashin janë marrëdhëniet që e lodhin emocionalisht. Pas këtij pastrimi do të ndihet më i lirë dhe më i fokusuar tek vetja. Demi ka duruar gjatë, por tani po vjen momenti të thot mjaft. Personat që vetëm marrin dhe nuk din t'i japin asgjë në këmbim, do të dalin shumë shpejt nga jeta e tij. Demi do të zgjedh qetësinë dhe stabilitetin dhe nëse kjo do të thotë të largohen nga njerëzit e afërt. Luani nuk do të pranoj më të qëndrojë aty ku nuk vlerësohet. Kjo periudhë sjell prerje të ftohta, miqësi false, njerëz interesa gjinja apo lidhje që ja ulin vetbesimin. Ai do të mbush thesin plot me gjithçka që i errëson ditën dhe do të ecë përpara më krenar se kur. Akrepi është shenja që e ndjen më shpejt tradhtin. Tani po hyn në një fazë ku nuk fal më lehtë. Persona që kanë luajtur me besimin e tij do të mbeten pas. Ky pastrim emocional do të bëj akrepin më të fortë dhe më të qartë për atë që meriton në jetë. Ujori do të shkëputet nga njerëzit që e kufizojnë ose nuk e kuptojnë. Ai nuk ka më energji për marrëdhënie boshe, në heshtje do të largohet nga shumë persona dhe do të krijojë një rreth më të vogël por më të sinqert. Peshqit zakonisht falin shumë, por kësaj here jo. Ata do të kuptojnë se disa njerëz kanë përfituar nga zemra e tyre e mirë. Është momenti të mbyllin dyer dhe të ruajnë paqen shpirtërore. Pas këtij vendimi do të ndihen më të qetë emocionalisht.